Mirë mëngjes, shikus të dashun, kujdo që tash është bashku me neve, ora është 7:37 minuta. Me bërtit me ju zgju prej gjumit s'pomoj se m'ka ik zoni, edhe nëse dikush tjetër atje është në të njëjtën gjendje si unë runu, sepse kohë e letë për me uftosit të mos me këto ndryshime të shpejta të temperaturave prej minusit në temperatura 18 gradë Celsius. E persona shumë të shëndetshëm edhe sa i përket shëndetit brendshëm realisht zërit, po në të njëjtën kohë edhe mendjes kemi këtu në studio, me cilin do të flasim për projektin e tyre Një zë shumë ngjyra. Kemi këtu Orgesa Krasniqin, kemi Erdi Thaqin dhe Jonida Krasniqin. Berisha. Ka shtë thona i një motra. Mirë mëngjes dhe faleminderit që keni ardhë. Herët, ju realisht zgjoni herët, jeni të hershëm, se kur jeni pjesë e gjimnazit, gjimnazin e shumicën e kohës mundet me qenë herët, mundet me qenë pas dite, po e rëndësishme është që mëngjesi mundet me qenë i blokum, ja me përgatitje, ja me kohën kur veç se nisni nga shtëpit. Mirë mëngjesi juve dhe faleminderit shumë për ftesën. Ju të tre jeni në klasën e 10, tash ky ndryshimi që ndoshta ju jeni përshtat shumë lehtë, sepse tash realisht shumë ma lehtë shkojnë procedurat edhe jeni të njoftuar shumë ma herët për secilin moment që ju pret gjatë shkollës mesme. Po i bie që jeni përshtat mjaft mirë në momentin që ju vetë se keni filluar edhe me projekte të tjera jashtë mësimit që lidhen me mësim me u merr. Një zë shumë ngjyra. Çka thot ky projekt? Atëherë projekti jonë është në kuadër të Kryqit Kuq. Kryqi Kuq e ka një projekt që quhet promovimi i vlerave humane. Ky projekt ka filluar prej vitit kalum, ku vitin e kalum ka marrë pjesë dikon 10 shkolla, kurse këtë vit jena të marrë pjesë 13 shkolla që i bie 13 komuna. Për shkollën tonë është hera e parë që po marrim pjesë në këtë vit. Gjimnazi Shtator më shkurtje është tash edhe bie si velivdu, po për një mëna marrim pjesë shumë në aktivitete jashtëshkollore, punë vullnetare, edhe projekti që kemi zgjedhur është projekt ndërkulturor, për shkak se Kryqi Kuq i ka 4 projekte në këtë projektin promovimi i vlerave humane. 2 projekte janë aksion në komunitet, një është aksion kundër dhunës edhe projekti jonë aksion ndërkulturor. Na e kemi zgjedhur këtë projekt për shkak se na si shoqëri tash në gjenerat e rena ma shumë e kërkojnë një shoqëri shëndetshme dhe bashkëpunuese. Për neve më shumë ka vlerë që na nesër pas nesër kur të arrina me kriju karrierën tonë me pas dyert hapura, me qenë sa më shumë mendje hapur me njëri tjetrin. Edhe për ata na u ka dukë që është një projekt shumë ma i mirë, ma që ka me pas ndikim në komunitetin tonë. Projektin tonë numri pjesëmarrësve është 30 nxënësa. Disiminator tonë kanë qenë profesori Kastriot Sadiku edhe profesori Shavlerime Hashani. Ata spari kanë marrë trajnimet për veti për Kryqit Kuq edhe profesorave ose disiminatorëve që kanë qenë vitin e kaluar. Ata janë trajnuar që ato njohuri që ata i marrim na sjell tek ne. Zgjedhja është për mënyrë indirekte, për shkak se 2 disiplinatorët tonë, se trajnere, për na vjen ma letë mi u thoni, e kanë bo një lloj si aplikimi, që na me dërgu letra motivuese pse po dojna me marrë pjesë edhe çka ka më ndiku ndikimi jo në këtë projekt, edhe jemi zgjedhur dikon 28 nxënësa që jemi të marrë pjesë. Jemi formu 4 grupe, secili grup e ka përfaqësuesin e vet, unë jam përfaqësuese e grupit tem, edhe vetë sa kena filluar domethënë me u merr me takimet, me bo bazat e projektit që kena me vazhdu na vazhdojmë. Kemi pas edhe shkollën e gjimnazin e Fushë Kosovës këto në studio, javën e kalume, edhe pikrisht kanë ardhur me fol për projektin që dhe ata janë të përgatit në këto 4 fazat edhe që me datën 2 maj nëse s'gaboj jashtë, data finale, kur veç se përmbyllet finalizimi i gjitha projekteve. Edhe nëse s'gaboj, shkolla e Fushë Kosovës kishin qenë vitin e kalum shkolla fituese, vendit të parë. Çka menoni prej vitit kalum, ju s'keni qenë, ju tashmë është viti i parë, klasa 10, çka mendoni që i ka bo ata me fitu vitin e kalum, pa u përfshi në detaje të projektit që ju jeni të përgatit, sepse edhe shkolla prezente nuk ka nda informacione konkrete rreth projektit. Qyshe kem po na... Pasi që nuk i keni bo alo publike, me sa e dim. Jo, se nuk mund, se na i në ngarë me zveti. Qyshe kemi po ma, na më falë, projektet e gjimnazit e Vizit Limoni kishin qenë me ndikim jo veç në komunitetin e tyre, dhe jo veç në komunitetin e tyre, po që kanë pas ndikim
ndikim edhe komuna tjera. Edhe na thashë kemi zgjedhur këtë projekt se na mendojna që nuk kemë pas ndikim veç komunën tonë, po kemë pas ndikim edhe në komuna tjera. E po më që si kryesori ty ka qenë se ka pas projekte dhe afa gjata dhe afa shkurtra, afa gjata që i bie që kanë pas ndikim ma shumë, kurse afa gjatë ndikim ma të shkurtër, po që kemi për shembull aja që ka qenë për bebet, diçka me jaste ka specializuar e këtu, duke që ai ka qenë projekte edhe kryesor që ata e kanë marrë vendin e parë, edhe pse ju na mundu mu motivu prej tyne që edhe na me vazhdu si ata. Pa tjetër. Erdi, qysh je përfshinë në projekteve, atë vjen letë me punu me dy gjini femrore, cilat gjënë shumë detajiste. Shoqet klasës, besoj se ky grup, jena shumë një grup bashkëpunus, ky grup besoj që ka me pas ndikim shumë të madhë për komunitetet, jo vetëm në komunën tënë, për komunitetet edhe në komuna tjera, që do të thëtë se ky grup po mënohet me bëjë një lloj bashkëpunimi të hapur dhe për me tregu që do të me bashkëpunu gjitha komunat, jo vetëm komunën tënë, dhe do të më angazhu shumë grupe vullnetare për ndikim të çdo komunë të Kosovës. Jonida, qysh e mendon këtë pjesën e projektit, në cilën pikë nështë realisht menon që kemi ma shumë nevoj si komunitet. Kur po thëmë si komunitet, jo veç një komun e caktume, mirë po një diçka që ne si shoqëri realisht kemi nevoj. Atëherë puna jonë është me shumë komunitetet të ndryshme, edhe mbi të gjitha qëllimi i këtij projekti edhe qëllimi pse na e kena zgjedhur këtë projekt është se të rinjt e sotshëm ka nevojë që me marë ma shumë e konë ma të shoqënushëm ndërmjet veti, me pas ma shumë respekt edhe për komunitetet e tjera, për komunitetet e ndryshme, edhe ka edhe shumë gjona tjera që na kena në këtë projekt, edhe pse kena zgjedhur, se menoj që është një projekt që ka me pas një ndikim shumë të madh për në çdo aspekt. Në moshën cilën jeni ju edhe në fazën cilën jeni ju, realisht është shumë lehtë me u përfshi në gjona të tjera, në aktivitetet të tjera, cilat nuk kanë për qëllim nështë ngritjen, profesionalizimin edhe më tepër aktivitete arsimore e kulturore. Nështë më tepër në aktivitete relaksi ose diçka tjetër. Qysh ju bën kjo me undi që në mesin nështë një pjesë të konsiderueshme të të rinjve, po e gjeni vetën këto, është kjo një lloj përmbushje që ju e përjetoni? Për neve është përmbushje se na jena përfitues si projekti. Na përmbushme vetë karakteri ju përmbushet sa më shumë na marrim pjesë në aktivitete që nuk janë veç domosdoshme si shkolla, ato janë përmbushje për neve. Se na mësojnë anë treja dhe më mësu se anë treja është shumë ndjenjë e mirë, për mua shumë ndjenjë e mirë. Se çu tha shkolla janë shumë bashkëpunuese, edhe nuk është projekti po që na po marrim pjesë, na marrim pjesë edhe shumë projekte tjera, edhe domethënë na kena shumë njohuri që po besojna që kena me shumë me i shfaqet na çush i kanë shfaqet ata tjerë tek ne që me bën ndryshime shoqërinë tonë. Na kemi zgjedh aktivitete ndërkulturor me qëllim që na mos me bë dallime etnike, ndërkulturore, mos me pas këtu urrëtie të vezveti, mose normal, gjona do të me mend kalume, na jena gjenerat që kena me vazhdu përpara, shoqëria jonë komunvar me këtu komunitete dashtëm apo nuk dashtëm na. Shumë e bukur ishte kjo analizë shumë ngjyra. Po e kemi marrë për masi e kemi në projekt ndërkulturor, na e kemi patjetër që kemi përfshi disa komunitete që gjenden në komunën tonë, edhe kena menduar që njerëz shumë ngjyra e përfaqëson shumë mirë projektin tonë. Domethënë na jemi gjithë njerëz, vetëm se kemi disa dallime mes vete. Po dallimet nuk janë të mëdha. Çu thashë domun, na jemi të mundu se ky projekt më ndiku edhe te si te na, si te gjenerata që kanë marrë pas neve, si te gjenerata që kena me punu me ta, se po besoj që ata kanë me qenë pak më të vegjël se na ose moshën tonë, edhe po mendojna që me qenë një projekt që për një me kom e ndiku, se unë thash, neve na vinë shoqëri që kom e pas ndryshime për neve, që na mi pas hapat, jo të gatshëm, po me pas hapat e rregull ku na kena mi vendos bazat e karrierës tonë. Edhe në atë moment që na nuk e kemi një shoqëri që mendojna gjithë për njëri tjetrin, mendojna gjithë me dal pak në vend tjetrit, edhe mos me mendu veç ato interesat personale, atëherë shoqëria nuk funksionon për mua.
por realisht ndryshimi fillon në momentin që kuptojnë që kemi nevojë për ndryshim. Po, patjetër. Sepse ka shumë shoqëri edhe ka shumë persona të cilët nuk i pranojnë ndryshimet edhe nuk mendojnë që kanë hapësirë për ndryshime sepse e konsiderojnë shoqërinë ose veten perfekte. Si po shkon puna me diseminatorët edhe me pjesën tjetër të grupit, thatë që jeni shumë bashkëpunues, ka edhe fëmijë të tjerë, nxënësa të tjerë cilët kanë pas dëshirë me u bë pjesë e grupit sepse thatë që seleksionimi ka qenë me letër motivuese për me tregu se cila është arsyeja që ti meriton me u kon pjesë e projektit. Profa Kastriot dhe Profa Vlerimet, dy diseminatorët tanë, jënë konë shumë të kuptushëm në gjdo aspekt edhe jënë konë shumë të qartë në gjërat që ata i kanë thonë edhe gjdo informacion që e kanë bërë të ne. Na normalisht si grup jena gjdo herë në kontakt me dy diseminatorët tanë për gjdo hapë që ndërmorim, ju të regojmë atyre pas taj edhe i bëjmë hapat ne. Për ndryshe edhe grupi është një grup shumë bashkëpunus, është një grup shumë i mirë ku ka mendime se cili, ku se cili shprej mendimet e veta edhe nuk është që mundet vish njoni adin me dominu gjithmonë. Meret për bazë mendimi individual. Erdhe që shë gjenë vetën a ka ma shumë gjini femrore në grupë? Veç unë jem djallë. Veç ti je djallë. 6 vojza e mëne. 6 vojza, apo të ngojnë se gjinja femrore flasin shumë, ti shumë ma i qetë. Normal, jone ma shumë i ngaj. Ma shumë i ngëm, po ma tepër veprën në gjatë projektit. Qështu ka dokë, sepse nëse po flasim tash në këtë aspekt, gjini femrore ma tepër të përfshime dhe të interesume me qenë pjesë e projekteve dhe ndryshimeve të tilla, ndërko i vetmi djallë je ti. Ka diskutime mes shokëve të thojnë pse po merresh me këto gjana? Jo, s'ka diskutime mes shokëve, sepse edhe ata e kuptojnë që kështë një projekt që ka me ndikue për komunitetin, nuk ka lidhje ako shumë vojza, apo shumë djemë. Do shta letra motivuese jotja ka qenë shumë e mirë, sepse sa edhe e shumë djemëve të tjerë cilët... Jëmë fokusu shumë atë dhe e kom shu shumë mirë. Besaj që s'ka pos tjetër ma të mirë për rezimin. S'ka pos mundësi mos me zxerë. Se jëmë koncentru shumë në atë. Menoni që keni me... Cilat jenë fazat tash realisht? Jeni në fazën e përgatitjes projektit, finalizimit, pastaj data 2 maj, nëse nuk gaboj, është data e fundit, apo? Po, që kemi pas përfundume. Që duri gjithsesi me qenë? Na vetë se a kemi njësë, tash të njerë mi bo bazat e projektit, dhe më thonë takimet, me ditë se që kena me mbojt, ditët kër kena me mbojt datat. Me mbledh fondet. Po, pa tjetër. A e konsideroni këtë fazën pak më të ndishme mbledhjen e fondeve, apo jeni të sigurt në këtë Faza aspekt? me ndishme është mbledhja e fundet. Paka shumë, tash edhe na nuk e dina shumë se kush kam na i dhonë ato funde. Na kemi mundu me bada aktivitete vetë për me i mbledh ato funde. Po, kush do që dënë me ndimu për me na dhonë i vetë holla që na me vazhdu projektin tonë, aja nuk është ndime që për neve, është ndim për gjithë. Se na po mundohemi, që shtash atë njerë, na po mundohemi për krejtë dhe ju veç për veti. Për ata edin, kush do që da me ndimu për me dhonë funde. Ju veç për projektin tonë. Po bojmë edhe thirje, pra, për komunën, sidomos për komunën e Obilicit, për arsye që ju realisht e përfatsoni në një lloj forme komunën e Obilicit, mi po edhe më tej. Po, pa tjetër. Ju veç për grupin tonë, se janë edhe 3 grupe tjera, dhe ato i kanë projekte shumë të mira, se që thash, se na thamë veç grupi unë jam bashkëpunus, po ju, na jemi krejt grupet bashkëpunus me zveti. Ne përfshim këto 28 nxënës se cilët kemi qenë krejt mirë kuptueshëm me zveti, i kemi ndo projektet e din kush e ka gjenë vendet ma shumë si grup në atë projekt, edhe ata e kam projektit shumë mira, kështu që edhe ti the na ma shumë fokusohemi te komuna jonë, kush që qendjen ekonomike ka pak ma të mirë, ka naj biznes vetë nëse diçka mundet me ndimu, është ndim për neve, pa tjetër, se na thash jemi në bazat e para, jemi veç të i vendos bazat që na me vazhdu me projektin tonë, edhe po besoj që projektin tonë kena mja fillu dikon edhe një javë 2, se veç sa kena marrë lejet prej drejtorishës sonë, kena marrë prej drejtorisë të arsimit, kulturës pak ma shumë se normal, kjo është projekt dërkulturore dhe këmë na dosh për projekte tyre pak ma shumë, po që po besoj nëse vazhdon me shku deri në fund që kemi mendu na, ku me qeni projekt shumë i mirë. Po nuk po besoj që ka mendu na i sanë se na jemi shumë të bendshëm që ka mendu deri në fund, edhe nuk kemi me lanë me na dështu ose diçka. A është konkurenca shumë e fortë? Keni një uri për shkollat e tjera? Po, tash, tu e morë prasysh edhe vitin e kalumë që ka qenë shumë konkurencë, dhe ka qenë 10 komuna, këtë vit jenë 13 komuna, konkurenca normal është pak më e madhe. A keni mujt me i pa projektet e shkollave të tjera të vitit kalumë me ditë? Vitit kalumë, po,
Normal kemi hulumtu që me ditë edhe që ka diku ma shumë për me fitu edhe na këtë vetë. Edhe projekte që konë shumë të mira. Këtë projekte, sidomos shkolla Hifzi Silimani kishë marrë pjesë ma shumë në projekte tjera, po edhe shkolla tjera që kishtë edhe shkolla mjekësisë edhe tjerat ka pos projekte shumë të mira. Edhe simulator vetë na kanë tregu projekte që i kanë bua ata që na me pos motivim që me vazhdu të pak, ju me i kopju, po të pak në me pos edhe një basës që kanë bua ata që me mujtë edhe na me vazhdu me bot njëjtë. Që me ditë se ku me qenë fokusi... Ku mundi me mri me këto projekte që me vo. Si do qoftë, përfundime, si do qoftë sepse 13 komuna nuk munden gjitha me qenë fituse, po se cila është fituse me projektin edhe me angazhimin e juj, sepse këto projekte kanë me u kthy në realitet, që ajo është ma e mira, se sa ndoshta një vend i par me cilin mundesh me u nda një qmim, e rëndësishme është komuniteti ka me përfitu prej punës t'juj, prej angazhimit juj edhe prej vullnetit juj, e komuna e Obiliqit ka me qenë falenderus për juve, mirë po jo vetëm atë, sepse ju thatë që ky projekt ka me qenë gjithë përfshirës edhe s'ka me qeni kufizun veç brenda komunitetit juj. Po, pa tjetër. Normal, ky projekt, ndoshta prej titullit, projekt ndërkulturor, mundet me u duk nashta për njerëzit e tjerë pak më i letë, po nuk është edhe aq i letë sa Unë mune besoj me që s'është hiç i letë. Hiç nuk është i letë, po besoj që me bashkëpunim, respekt dhe pak dashni arjet gjithçka. Edhe ju keni mja dal deri në fund me përfundu, sidomos me këtë koordinim që e keni me zveti, sepse tu fillu prej kësaj që ju edhe brenda intervistës nuk patët në asni moment nevoj me shiku një tjetërin se cili ko me fol, të regoj mjaftushëm që këtë koordinim e keni shumë, po shumë të sistemum brenda grupit ju një juroj shumë suksese. Orgesa Dionida, shumë faleminderit për kohën që e ndatë edhe që ishit këtu, faleminderit për kontributin edhe faleminderit për vullnetin edhe kohën që po e investoni, jo po e argjeni, po e investoni në projekte të tilla edhe në komunitet. Faleminderit shumë juve që na hedhë mundësi që na me nda këtë eksperiencë me juve. E tash, shikus të dashtun, ne po shkojmë